تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi edhe më tutje me këto hadithe që flasin për lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lloj-llojshme, dhe në temën e radhës është ndalimi për i lutjes, domethënë për kërkimin e vdekjes. Bab ad-du'a 'inda al-maut. Ka thënë autori, domethënë tema është lutja para vdekjes, ose domethënë kur duket sikur ka ardhur vdekja. Thot Imam Bukhari rahimahullah: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى 7. Thot, domethënë transmetuesi se ka shku te Khabbab radhiyallahu anhu, Khabbab ibn Arid radhiyallahu anhu. Edhe thot se ishte djegur 7 herë. Domethënë është iktiwa, djegje për shërim. وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. Edhe ka thonë, sikur mos na kishte ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lutemi për vdekje, për të vdekur, domethënë, do të isha lutur që të vdes. Pra në këtë transmetim, aleikum selam, dhe vërtetohen disa çështje. Një është Khabbab ibn al-Arid, kemi folur për të, ka qenë një prej sahabeve që ka mbetur në Mekë dhe e kanë zënë mushrik dhe ka pas torturime shumë të rënda, dhe pastaj edhe Omeri radhiyallahu anhu, do të thënë kohën e Omerit radhiyallahu anhu, janë pa shenjat në shpinën e tij nga tortura, rrahja dhe djegja. Gjithashtu e kanë djegur përmi zjarre, kanë përzitur, domethënë të gjallë përmi përush, radhiyallahu anhu, dhe nuk është largu nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Por pastaj, domethënë për shkak të kësaj, kuptohet se trupi i tij është dëmtuar dhe ka pas smundje dhe dhimbta të shumta, pastaj edhe pas shpëtimit. Edhe ka pasur, domethënë për shkak të disa smundjeve të barkut, ka bërë këtë metodë të shërimit që quhet iktiwa. Domethënë është djegje me diçka të nxehtë, domethënë të vendeve të caktuara për shërim ose për heqje të dhimbtave. Dhe këtë, do thotë, nuk e ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë mënyrë të shërimit. Edhe është transmetuar, domethënë gjithashtu se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar umetin e vet, domethënë e ka ndaluar umetin e tij nga kjo. Pra ja ka ndaluar umetit iktiwan, djegjen për shërim.
Mirë po, sipas kësaj fjale, më thënë do të kuptojmë se është haram djegja. Mirë po, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka bërë Sa'd ibn Muadhit, radhiyallahu anhu, kur është plagosur në luftën e Hendekut, ka pas një plagë shumë të rëndë, edhe ka ndetur i smur nga kjo për 1 muaj, edhe ka vdek nga kjo plagë. Këtë ja ka djegur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë disa herë, për shërim, që do të thonë se lejohet. Edhe sipas hadithit tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akhirul ilaji al-kay. Do të thonë ilaçi i fundit ose pra shërimi i fundit është kej. Nëse nuk ka zgjidhje nuk ka, do të thonë, asnjë lloj ilaçi nuk bën dobi, atëherë përdoret edhe ky lloj, do të thonë, për lehtësimin e smundjes ose për djegjen e smundjes. Është e ngjashme sigur ajo që quhet amputim në mjekësi, do të thonë nëse nuk ka asnjë lloj shërimi për një gjymtyr trupit, më në fund prihet ajo dhe hiqet, do thotë, edhe kjo djegja është e ngjashme me këtë. Pastaj, do të thonë, Khababi radhiyallahu anhu ka pas, si tham, smundje dhe është djegur 7 herë. Do thotë, që do të thonë se ka pas periudha shumë gjata të vuajtjeve, edhe ka provu ilaçe të shumta dhe ka përdorur djegjen. Pastaj ka pas tjetër smundje kështu 7 herë, do të thonë, ka përsëritur këtë, saqë është lodhur në jetën e tij, do të thonë, prej smundjeve, që kur kanë torturuar mushrikët, ka pas smundje të shumta dhe kur e kanë vizituar disa prej tabinëve, edhe prej sahabeve, kanë vizituar për, do të thonë, vizitë smurit, edhe ka thënë këtë fjalë që mos ta kishte ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta kërkojmë vdekjen, do të isha lutur që të vdes, domethënë, pra nuk përballet ajo gjendja që e ka pasur radhiyallahu anhu. Kjo domethënë tregon këtë çështje tjetër, pasi jemi në temat e lutjes, domethënë nuk lejohet që njeriu të lutet kundër vetes së tij, për shkatrim ose për vdekje. Do të thonë nuk lejohet ta mallkoj veten, po gjithashtu edhe familjarët, nuk është e lejuar që njeriu të lutet për shkatrimin e vetvetes ose të familjes së tij. Dhe nëse njeriu mendoj, mos ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, do të thonë nëse patjetër njeriu duhet ta kërkojë vdekjen, atëherë le të thot, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. O Allah, më jep jetë për aq kohë sa jeta është mirë për mua. Mirë është që të vazhdoj të jetoj dhe ma dërgoj vdekjen atëherë kur vdekja është më e mira për mua në atë moment, sepse ka mundësi, kuptohet se pse i ndalohet besimtarit të kërkoj vdekjen, sepse vazhdimi në jetë është vazhdimi i veprave të mira. Do të thonë njeriu vazhdon të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, të bëj dhikr, ta përmend Allahun dhe të bëj lutje të shumta dhe me këtë fiton shpërblime të shumta. Mirë po ka mundësi që të vi një moment që ka plon ndonjë fitnë e rëndë, edhe ka mundësi që shumë prej njerëzve, ka mundësi edhe vet ai person që mund të bjerë në fitnë dhe të devijoj nga feja Allahut, atëherë në atë moment është më mirë vdekja, të vdes para se të vi devijimi. Prandaj këtë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot njeriu besimtari duhet të lutet me këto, o Allah, më jep jetë përderisa ti e di që jeta është më e mirë për mua. Do të thënë më mirë është jetoj se sa të vdes. Atë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe dërgoma vdekjen në atë moment që ti e di se është më mirë për mua të vdes. Sepse besimtari nuk është i lidhur me jetën e dunjas. Do të thënë nuk friksohet nga humbja e jetës së dunjas, por i lutet Allahut që të vdes në momentin që është më e dobishme për të për në ahiret. Se kërkimi i vdekjes, kanë përmendur dietarët, do të thënë kërkimi vetëm i vdekjes nuk është garancë për ty se do të jetë përfundim i mirë për ty, se do të jetë vdekja në atë moment e dobishme për ty.
Se i thonë ignorantët u rehatu për shembull. Atë nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse e kërkon ti vdekjen në moment të caktuar, ndoshta ai është momenti më i keq për të vdekur, për ahiretin. Prandaj kjo lutje është më e plota. Do thotë pra qëllimi nga ky hadith është se nuk lejohet njeriu ta kërkojë vdekjen. Nuk lejohet, domethënë, për shkak të vështirësive të dunjas. Se ka njerëz që e shajnë dunjan, thonë se kjo dunja nuk ka asnjë vlerë kështu. Për çka? Sepse nuk kanë arritur të mirat të dunjas që i kanë dëshiruar, ose kanë vështirësi, dhe kjo nuk është domethënë nuk është kuptimi i saktë i kësaj, domethënë, vlerës së ulët të dunjas. Nuk është kuptimi i saktë. Njeriu duhet të, nëse e ka dunjan në dorë, ka pasuri të shumta, dhe e di se kjo dunja nuk ka vlerë para ahiretit asgjë, dhe është i gatshëm që ta shpenzojë dunjan për ta fituar ahiretin, siç ka bërë Abu Bekri radhiyallahu anhu, siç ka bërë Omeri, Uthmani, Aliu, gjithë sahabët, domethënë, kanë qenë të gatshëm menjëherë ta japin dunjan për të fituar në ahiret. Jo se nuk kanë pasur edhe ta urrejnë dunjan, përkundrazi, domethënë, këta që janë prej të përgëzuarve me xhenet, edhe të tjerë prej sahabeve, do thotë, kanë qenë prej më të pasurve. Saqë disa prej sahabeve, pasuria e tyre, nëse krahasohet me standardet tona, do të thënë, nuk ka sot njeri në botë që është më i pasur se Abdulrahman ibn Auf, për shembull, ose të tjerë prej sahabeve, por ata nuk e kanë pasur në zemër dunjan. Përsëri e kanë ditur se dunjaja është, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, burg për besimtarin dhe është xhenet për mosbesimtarin. Edhe kuptimi i çka është se ato të mirat që e presin besimtarin pas vdekjes, kur krahasohen me ato që kanë në dunja, është, do të thënë, sikur ka qenë burg, edhe lirohet për në xhenet. Për këtë shkak, do thotë, nuk lejohet, kërkohet vdekja për shkak të vështirësive të dunjas. Edhe nuk lejohet, do thotë, në këtë aspekt. Përndryshe, që njeriu dëshiron t'i afrohet Allahut sa më shpejt, kur imani i tij është i fuqishëm, edhe e ndjen me të vërtet shpirtërisht afërsinë me Allahun subhanahu wa taala, edhe i kërkon Allahut që takohet me të më shpejt. Prandaj gjithashtu një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, thotë, Allahumma inni es'aluka ash-shawqa ila liqa'ik, do thotë, kërkoj prej teje të m'japësh, do të thënë, këtë mallëngjim për takimin me ty, fi ghayri darra mudirra wala fitnatin mudilla. Do të thënë, pa pasur vështirësi të dëmshme. Do thotë, mos e kërkoj vdekjen për shkak të vështirësive të dunjas, po ta kërkoj vdekjen ose ta dëshiroj vdekjen, se besimtari me imanin e plot nuk dëshiron të vazhdojë të jetojë në dunja, dëshiron të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë, më bëj të përmalluar për takimin me ty, pa pasur vështirësi të dunjas, edhe pa pasur, do të thënë, pa ndodhur në një fitnë devijuese. Kjo është kuptimi, do të thënë, qëllimi i këtij hadithi shkurtimisht. Pastaj në hadithin e radhës, gjithashtu prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Bashar, قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا transmeton me këtë zinxhir nga Abu Musa al-Ash'ari, nga i biri i tij, domethënë ai thot nga babai im, ai transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje: Rabbi ighfir li khati'ati wa jahli. O Zoti im, ma fal gabimin ose ma fal mëkatin dhe ignorancën time, wa israfi fi amri kullihi, dhe tejkalimin e kufive në çështjet e mia në të gjitha, wa ma anta a'lamu bihi minni, edhe mi fal ato që ti i di më mirë se unë. Allahumma ighfir li khata'i kullah. O Allah, mi fal të gjitha gabimet, do të thënë ato që i kam bërë gabimisht. Wa amdi wa jahli wa hazli, edhe mi fal ato që i kam bërë me qëllim, ato që i kam bërë nga ignoranca, dhe ato që i kam bërë, do të thënë, pa qëllim ose me shaka.
Wa kullu dhalika indi, dhe të gjitha këto janë tek unë. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. O Allah, mi fal ato që i kam bërë më herët dhe ato që si kam bërë ose që i kam vënuar. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, ato që i kam bërë fshehtas dhe ato që i kam bërë publikisht. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Ti je ai që e çon dikën përpara ose e vonon kënduash dhe ti je i gjithfuqishëm për çdo gjë. Kjo dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për mësimin e umetit. Do të thonë për ta mësuar umetin si duhet lutet. Dhe kjo nuk ka dyshim, do të thonë se këto të gjitha janë të njerëz të thjeshtë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i mbrojtur nga këto lloje të mëkateve. Ka thonë pra për këtyre lutjeve, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli. Do të thonë më fal khati'a është për qëllim çdo gabim që është mëkat. Më fal mëkatin tim dhe ignorancën time. Do të thonë kur bëj mëkate nga ignoranca, sepse si kanë thonë dietarët më hershëm të selefit, pra kanë thonë se cili njeri që bën mëkat është ignorant. Pasi te ajeti ku është në surën Tauba, ka thënë Allahu innamat taubatu ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna an qarib. Do të thonë Taubja u takon atyre që e bëjnë të keqen nga ignoranca. Pastaj shumë shpejt pendohen. Kan thënë se kjo do të thonë që secili që bën gabim e bën është ignorant, do të thonë në atë moment. Secili është ignorant kur e bën gabimin ose mëkatin. Edhe prandaj e lutim Allahun që të na i fal, pra me këtë lutje, e lutim që të na i fal këto secilin gabim që e bëjmë për shkak të ignorancës. Nuk ka mundësi njeriu të bëjë mëkat përveç se në atë moment e harron madhrinë e Allahut subhanahu wa taala ose do thotë kjo harresa është do të thonë si formë ignorancës. Jo se ka harru se Allahu është i madh, mirë po me të vërtetë atëherë është ignorant dhe nuk e njeh mirë madhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në hadith janë përmendur disa mëkate, kanë thënë nuk është besimtar ai që e bën mëkatin në momentin që është duke bërë, sepse kjo nuk do të thonë mohim i besimit plot, por është mohim i plotësimit besimit, mohim i njohjes të vërtetë të Allahut subhanahu wa taala. Ai që e njeh Allahun nuk ka mundësi të bëjë mëkat. Do të thënë si ka mundësi kur nëse i di emrat dhe cilësitë e Allahut, e di se Allahu është duke shikuar dhe duke dëgjuar, Allahu është mbi këqyrës, edhe e di që Allahu ja ka ndaluar dhe se Allahu është dhuruesi i dhuntive dhe krijuesi absolut e kështu me radhë, edhe para syve të Allahut, do të thonë bën mëkat, e kundërshton urdhën e Allahut, nuk ka mundësi të imagjinohet. Patjetër njeriu bëhet ignorant në atë moment edhe bën mëkatin. Prandaj këtu lutja është, ma fal ignorancën time, do të thonë mi fal të gjitha gjunahet që çdo herë i bëj nga ignoranca. Wa israfi fi amri, do të thonë edhe te kalimin e kufive në çështjet e mia, do thotë se Allahu na ka caktuar kufi, edhe duhet të ecim brenda tyre. Mirë po kur njeriu i shkel kufit e Allahut, do të thonë është në mëkat ndaj Allahut. Dhe pastaj ka thënë wa khati'ati, do të thonë Allahumma ighfir li khati'ati kulla, ose khata'i kulla. Allahumma ighfir li khata'i kullahu. Ma fal secilin gabim. Ose ka në tjetër transmetim, në transmetimin e Imam Muslimit, se ka thënë jaddi wa khata'i. Do të thënë seriozitetin tim, pra kur jam serioz, siç është edhe në transmetimin tjetër do ta lexojmë, do të thënë është për qëllimi është për qëllim kur bëj gabim me seriozitet, edhe kur bëj gabim me shaka. Kur bëj gabim me qëllim, do të thënë e kam synim atë bëj, edhe kur bëj me gabim, do të thënë kur bëj mëkat me qëllim edhe kur bëj mëkat gabimisht. Do thotë të gjitha llojet e mëkateve, se kemi thënë kur kërkon robi falje nga Allahu subhanahu wa taala, duhet ti përfshi të gjitha llojet e mëkateve. Mirë po ka mundësi dikush të pyes pse kërkohet falje për
atë mëkatin që e bën gabimisht njeriu, kur dihet se gabimi është i falur për këtë ummet. Do të thënë kur bëjnë mëkat pa qëllim, është i falur, do të thënë kur e bën gabimisht. Si është përgjigjja? Qëllimi këtu është kur njeriu gabon në do të thënë parandalim të mëkatit. Pra e di që diçka është mëkat, por i le rrugët e mëkatit, do të thënë vazhdon to, edhe pastaj bie në mëkat. Jo gabimisht, po me vetdije bie. Atëherë thot njeriu, do të thënë e kupton se ka gabu, ose për shembull është neglizhent për plotësimin e obligimit, edhe ose është neglizhent në ruajtjen e rrugëve që çojnë në haram. Edhe pastaj vjen mëkati. Atëherë e kupton se do të thënë ai gabimi që ka qenë se ka pas qëllim nga fillimi, do të thënë para një viti ose para një muaji ose natën kur ka radhë nuk ka pas qëllim mos shkoj ta fal sabahun për shembull, por ka gabu diçka nga neglizhenca. Atëherë për shkak të neglizhencës, do thotë ka ardhur mëkati, atëherë për këtë është qëllim, do të thënë që kërkojmë falje edhe për këtë lloj të mëkateve që kanë bërë një gabim që se kanë pas qëllim mëkatin, po gabimet që më kanë sjell deri në gjendje për të bërë mëkat, do të thënë kërkohet gjithashtu edhe për këtë falje nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe pastaj wa kullu dhalika indi, dhe të gjitha këto janë tek unë. Do të patjetër njeriu të kërkoj falje tek Allahu me modesti, me përulësi. Edhe ta pranoj mëkatin. Është Sayyidul Istighfar, e kemi kaluar këtu gjithashtu, do të thënë zotëria i kërkimit faljes, është kjo lutje ku thot robi ebu'u laka bi ni'matika alayya wa ebu'u laka bi dhanbi. Do të thënë unë pranoj se të gjitha dhuntit që i kam janë prej teje, mi ke dhuruar ti, dhe pranoj se kam mëkate. Do të thënë duhet patjetër njeriu të tregohet i përulur, tregohet fajtor, do të thënë para Allahut subhanahu wa taala, edhe kërkon falje për këtë mëkat. Kullu dhalika indi, do të thënë të gjitha këto unë i kam. Edhe bëj mëkate me qëllim, edhe mëkate bëj pa qëllim, rastësisht, do të thënë për shkak të gabimeve, edhe bëj mëkate me seriozitet, edhe mëkate me shaka, do të thënë bie njeriu në mëkate edhe gjatë shakave, edhe të gjitha këto janë prej ignorancës sime, do të thënë të gjitha këto unë i kam. Pastaj në vazhdim thot Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, do të thënë o Allah më fal ato që i kam bërë më herët ose ato që si kam bërë, që i kam vonuar. Ato që i kam bërë publikisht dhe ato që i kam bërë fshehtas, deri në fund të këto i kemi sqaruar më herët, i kemi shpjeguar çka janë qëllimet e këtyre fjalëve. Pastaj në zinxhirin tjetër gjithashtu nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, transmeton pra Imam Buhari rahimahullah, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë e ka thënë këtë lutje, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. O Allah, më fal mëkatin tim dhe ignorancën time dhe tejkalimin e kufive në çështjet e mia. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Edhe mi fal ato që ti i di më mirë se unë. Do të thënë ka edhe mëkate që njeriu i ka harruar ose nuk e ka kuptuar në momentin se ka bërë mëkat, kurse Allahu është i gjithdijshmi. Allahumma ighfir li hazli wa jaddi. Do të thënë Allah mi fal ato që i bëj me shaka edhe me seriozitet. Wa khata'i wa amdi, edhe ato që i bëj gabimisht, do të thënë pa qëllim, edhe ato që i bëj me qëllim. Wa kullu dhalika indi, edhe të gjitha këto janë tek unë. Pastaj në hadithin tjetër thot Imam Buhari rahimahullah, haddathana Abu Asim an Haywa qala haddathana Uqba ibn Muslim sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. Do të thënë me këtë zinxhir transmetohet nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu se ka thënë akhadha bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë më kapi për dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe më tha ja Muadh, o Muadh, thash labbaik,
Domethënë kjo është si i thash urdhro për atë përgjigje më i dërguari i Allahut, urdhrom. Ka thënë inni uhibbuk. I ka thënë unë ty të dua. Ka thënë Muadhi wa ana wallahi uhibbuk. Edhe unë pasha Allahun të dua ty, o i dërguari i Allahut. Ka thënë ala uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salah. Ka thënë a do të mësoj disa fjalë që do t'i thuash në fund të secilit namaz? Qultu na'am, thash po. Tha qul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Më tha thuaj o Allah, më ndihmo të përmend, të falenderoj dhe në mënyrën më të bukur të adhuroj. Pra kjo hadith me të vërtetë është hadith madhështor, pra mund ta imagjinoj besimtari veten e tij, domethënë si ka qenë Muadhi radhiyallahu anhu, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka marrë për dorë edhe i ka thonë unë ty të dua, prandaj ta jap këtë mësim, domethënë që rrjedh nga dashuria që të përfitosh shumë. Edhe ka thënë thuj këto fjalë dhe përgjigjet e Muadhit radhiyallahu anhu, domethënë kur i ka thënë Muadh, përgjigja lebejke, domethënë kjo është në gjuhën arabe, nuk e di ja ka ndonjë gjuhë tjetër, në këtë domethënë mënyra më respektuese dhe më madhruese do thotë në përgjigje. Do thotë ajo që themi në gjuhën tonë urdhro, do thotë është edhe shumë fishi më i lartë i saj, domethënë pra me respekt të lartë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë i dërguari Allahut unë ty të dua. Domethënë kjo është tezkije që i mjafton njeriu për në jetën e dunjas dhe për ahiret. Pra dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi që ta dojë dikën përveç se atë që e do Allahu subhanahu wa taala. Domethënë dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithmonë vetëm pasuese, ndjekse e dashurisë së Allahut subhanahu wa taala. Edhe pra kjo është dëshmi se Allahu e do Muadhin radhiyallahu anhu. Edhe ne duam padyshim Muadhin dhe duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shpresojmë që Allahu të na bashkojë me ta, edhe pse nuk mund t'i bëjmë veprat e tyre. Edhe ai është përgjigjur wa ana wallahi uhibbuk, edhe unë pasha Allahun të dua. Pra ja kam mësuar këtë dua për shkak të kësaj. Kjo tregon gjithashtu mënyrën e edukimit, domethënë edhe të mësuesit, po edhe prindi, domethënë duhet ta kur edukon, kur jep këshill fëmijës vet, ose mësuesi, ose hoxha kur jep këshill nxënësve vet ose xhamatit vet, duhet është mirë domethënë që ta përdor këtë mënyrë të afrimit, t'i thotë se ta du të mirën, dua si fëmin tim, për shembull si thon disa arsimtar. Pra i jep këshilla që janë me të vërtetë dobishme. Domethënë nuk është qëllimi vetëm të thuhet se dua, po këshilla që me të vërtetë bëjnë dobi. Edhe ja kam mësuar këto fjalë që ka është në tjetër transmetim ka thënë mos i ler asnjëherë këto fjalë pa i thënë në fund secilit namaz. Fjala dubur është ose është për qëllim fundi i namazit ose më një herë pas namazit. Edhe për këtë shkak ka ihtilaf të dietarët kur duhet thuhet kjo, a duhet thuhet para selamit ose pas selamit. Dhe më sakta, wallahu a'lam, është që lutjet janë para selamit, kurse pas selamit ka dhikr, vetëm ajo që është transmetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë pasi jep njeriu selam, vazhdon me dhikr, sigur Allahumma antas salamu wa minkas salam, sigur tjerat la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Të gjitha janë dhikr, nuk ka lutje në to. Kurse lutjet janë para selamit gjithashtu me argumente, do të thënë vendi i lutjes është në fund të namazit para selamit. Vendi i dhikrit është pas namazit me njëherë pas selamit. Por nëse njeriu harron ndonjëherë ta thotë këtë para selamit, atë nuk ka problem që më njëherë pas selamit e thotë në fillim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Do të thënë shumë fjalë të shkurta, të lehta. Allahumma a'inni, o Allah më ndihmo, më përkra, më jep fuqi, do të thënë për që të përmend ty çdo herë, të falenderoj për dhuntit dhe falënderimin ndaj Allahut
nuk ka mundësi të bëhet ndryshe përveç se me sukses nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe falënderimi për dhuntit e Allahut nuk përfundon asnjëherë. Nuk ka mundësi njeriu ta plotësojë falënderimin. Pastaj duke ditur se gjithashtu edhe falënderimi është dhunti nga Allahu. Por duhet ta ketë gojën, zemrën fillimisht, edhe gojën, edhe trupi i tij të jetë mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Të jetë me zemër, ta njohë se gjitha këto të mira janë vetëm nga Allahu, edhe këtë ta shpreh vazhdimisht me gojë, edhe në trupin e tij të shihet në veprat e tij se është mirënjohës, nuk i kundërshton urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, nëse e di me të vërtetë se çdo të mirë që e ka është nga Allahu. Prandaj disa prej dietarëve në definicionin e falënderimit kanë thënë, falënderimi është që mos i përdorësh dhuntit të mirat e Allahut për t'i bërë mëkat Allahut. Domethënë, pra asnjëherë nuk ka mundësi njeriu edhe mëkatet kur i bën me ato të mira që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj duhet përpiqet që mos i përdor këto të mirat Allahut në mëkate, sepse atëherë është për buzës, edhe mos mirënjohës. Gjithmonë i kërkon Allahut ndihmë që të mund të falenderoj, edhe nëse falenderoni, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë la in shakartum la azidannakum. Do të thënë nëse falenderoni do t'ju ashtoj të mirat. Nëse është njeriu mirënjohës dhe falenderues për atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë Allahu jep edhe më shumë. Dhe kjo është Allahu nuk i ka pas asnjë borxh njerëzit. E ka krijuar pa ekzistuar asgjë, pa ekzistuar fare. Do të thënë s'ka qenë asgjë njeriu dhe Allahu e ka kriju. Kjo është prej dhuntive të Allahut që ja ka dhënë. Pastaj e ka ushqyer, e ka furnizuar, e ka përsosur, e ka rritur dhe e ka kultivuar dhe ja ka dhënë të mirat e shumta në trupin e tij, në pasurinë e tij, në shëndetin e tjera me radhë. Do të thënë wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Do të thënë nëse mundoheni të numëroni dhuntit e Allahut, nuk mund t'i numëroni, nuk mund të arrini asnjëherë fundin. Dhe Allahu e ka udhëzuar njeriu në rrugën e shpëtimit. Edhe i jep shpërblime për ato që Allahu ja mundson ti bëj veprat e mira dhe kërkon Allahu që njeriu të jetë falënderues. Por Allahu e ndihmon që të falenderoj dhe nëse falenderon atëherë ja shton të mirat edhe më shumë. La in shakartum la azidannakum. Do të thënë nëse falenderoni do t'ju shtoj edhe më shumë të mirat. Pastaj gjithashtu ka thënë wa husni ibadatik dhe më ndihmo për që në mënyrën më të bukur të adhuroj. Do thënë gjithashtu njeriu nuk ka mundësi të adhurojë Allahun përveç se me ndihmën e tij. Prandaj në fund të namazit kjo lutje është shumë e përshtatshme. Edhe njeriu duhet të jetë me përqendrim në kuptimet e këtyre fjalëve. Do thotë që kur e thua këtë, do të thonë ti e kupton se këtë namaz e ke kryer me dhunti nga Allahu, me dhurat. Kjo ka qenë dhurat që ta ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala që të falesh. Edhe kërkon që të vazhdosh në përmendje të Allahut, të jesh mirënjohës edhe për këtë mirë. Dhe i kërkon Allahut ndihmë që të vazhdosh në këtë ibadet. Do thotë që edhe namazi i radhës edhe, do të thonë gjithë jetën, të jesh në formën më të bukur të adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj në hadithin e radhës ka thonë një lutje ose një dhikr është përmendur, thotë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Musaddad wa Khalifa qala haddathana Bishr ibn al-Mufaddal قال حدثني الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Do të thonë me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, i cili thotë se një njeri afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha, ose te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. E ka thënë këtë lutje, do të thënë pas rukus, siç është e sqaruar në transmetime të tjera. Pas rukus, pasi i thot imami dhe ai që falet, thot sami Allahu liman hamida, pra Allahu
e dëgjoj, do të thënë dëgjimi i përgjigjes. Pra Allahu i përgjigjet lutjeve të atij që e ka falendëruar Allahun. Atëherë vazhdon njeriu që është namaz, Rabbana wa lakal hamd. Do të thënë o Zoti ynë, ty të takon e gjithë lavdia dhe falënderimi. Dhe ky njeri prej sahabeve ka vazhdu hamden kathiran tayyiban mubarakan fihi. Do të thënë ty takon lavdia, lavdi të shumta, të pastërta, të bukura dhe të bekuara. Do të thënë ka vazhdu, do të thënë për lavdrim të Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sahibul kalima, pra kush e tha këtë fjalë, edhe thot heshtën të gjithë. Pastaj do të thënë sigur u friksua ai që ka thënë këtë fjalë, u friksua për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mendoi se mos ka bërë diçka që nuk e do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men huwa falam yaqul illa sawaban. Pra kush është ai që ka thënë se ka thënë sakt, do të thënë nuk ka bërë ndonjë gabim. Atëherë një njeri ka thënë unë e thash desha hajr, do të thënë desha diçka mirë me thonë me këtë fjalë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi ra'aytu 13 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jall. Ka thënë pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, pas 13 melaike duke garuar kush do ta ngrej këtë fjalë, kush do ta çojë te Allahu subhanahu wa taala më përpara. Kjo është fjalë madhështore, do të thënë për ta falendëruar Allahun dhe për t'i shprehur lavdi Allahut subhanahu wa taala, hamdan kathiran, do të thënë themi Rabbana wa lakal hamdu, do të thënë o Zoti ynë, ty të takon lavdia, lavdi të shumta, hamdan kathiran, tayyiban, do të thënë të pastra dhe të këndshme që e japim, që do të thënë me gjithë qefin edhe shpirtin ton, tayyiban mubarakan fihi, edhe të bekuara nga Allahu, do të thënë lavdi të shumta të bekuara. Këtu në këtë hadith, në këtë transmetim thot se 13 melaike, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pas 13 melaike, duke nxituar kush ta çoi i pari ose kush ta shkruaj i pari, si është në tjetër transmetim. Gjithashtu në tjetër transmetim thot pas bid'an wa 30, do të thënë 30 ca. Do të thënë kështu themi në gjuhë, 30 më shumë se 30 melaike. Mirë po fjala bid'un, cilat numra i përfshin, a di dikush? Se kemi përmend në hadithe të tjera. Pin 3 deri në 9. Do të thënë kjo ca ose disa në gjuhën arabe ka edhe është e definuar. Do të thënë nëse thuhet nejif është 2 ose 3, ose 1, 2 ose 3. Do të thënë prej 1 deri në 3, kurse bid'a është prej 3 deri në 9, e kështu me radhë, ka nefer, dhe që është tjetër numër. Pra ka thënë 30 e disa, do të thënë mund të jenë 39 melaike, ose më pak deri në 33, që kanë nxitu. Do të thënë pasi melaiket i duan veprat e mira të besimtarve. Se melaiket gjithashtu janë vëllezër të besimtarve në besim. Edhe i duan besimtarët, edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala se melaiket bëjnë istighfar, kërkojnë falje tek Allahu për besimtar. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Do të thënë bëjnë istighfar, kërkojnë falje për ata që kanë besuar. Do të thënë përgjithësi ata që janë në qiell. Po gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu përderisa është në vendin ku është falur, melaiket vazhdojnë të luten për të derisa ai hatta yuhdith, ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëllimi është ose derisa ta ndryshojë muhabetin, domethënë, pra e lë dhikrin edhe hyn në biseda të tjera, ose derisa ti prishet avdesi. Po përderisa qëndron në atë vend dhe është duke bërë dhikr, domethënë melaiket vazhdojnë të luten me istighfar për ta. Yastaghfiruna lilladhina amanu, domethënë bëjnë istighfar, dhe pastaj Allahu ka tregu në çfarë forme ata melaiket bëjnë istighfar.
Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Thonë, o Zoti ynë, ti ke përfshirë çdo gjë me mëshirën dhe diturinë tënde. Faghfir lilladhina tabu wattabi'u sabilak waqihim 'adhab al-jahim. Pra falua mëkatet atyre që pendohen dhe ndjekin rrugën tënde dhe ruaj prej dënimit të xhehenemit. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Thonë, o Zoti ynë, futi ata në xhenetet e Adnit që ti ua ke premtuar atyre, dhe gjithashtu edhe të tjerë që janë përmirësuar prej baballarëve, do të thënë paradhësve të tyre, prej bashkëshortëve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Do të thënë të gjithë bashkojnë në xhenet. Innaka antal azizul hakim. Do të thënë ti je i gjithë pushtetshmi, i urti. Waqihimus sayyi'at. Edhe ruaj prej veprave të këqija. Do të thënë kjo është lutja e melekëve për besimtarët në tokë. Waqihim as-sayyi'at. Do të thënë ruaj prej veprave të këqija ose prej të këqijave në përgjithësi, do të thënë prej dëmtimit në dunja ose në ahiret. Wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta. Edhe kanë e ruan prej të këqijave, do të thënë pra ti e ke mëshiruar. Edhe ka thënë Allahu wa dhalika huwa al-fawzu al-azim, do të thënë kjo është fitoria madhështore. Pra që njeriu të fitojë këto të mira. Do thotë se me lajket duan edhe dëshmojnë, po ashtu dëshmojnë me lajket për veprat e mira dhe i shkruajnë me nxitim, si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur e kanë dëgjuar këtë fjalë, kanë nxitu edhe kanë garuar, cili prej tyre më përpara t'ja çoi Allahut subhanahu wa taala. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Po ashtu kanë tjetër të transmetim, kema yuhibbu rabbuna wa yarda. Do të si me lavdi të atilla që i do Zoti ynë dhe që është i kënaqur me to. Këtu kanë përmendur dietarët një çështje, si ka mundësi që sahabët nuk janë përgjigjur kur ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se është e njohur që kur urdhron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është obligim, ose kur pyet është obligim ti përgjigjen. Ka disa përgjigje prej dietarëve. Pse nuk janë përgjigjur herën e parë sahabët? Një prej tyre është se nuk ja ka drejtu dikujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me thonë ti kush tha, për shembull që ta ketë obligim të përgjigjet, por ka pyetur në përgjithësi, prandaj secili ka pritur dikush tjetër të përgjigjet, ose kanë pritur të përgjigjet ai që ka thonë. Njëkohësisht as nuk ka qenë pyetje e drejtuar atij që e ka thonë. Do të thonë ka qenë pyetje e përgjithshme. Tjetër kanë thonë se e kanë pas të lejuar sahabët deri në 3 herë si më thënë, ta kundërshtojnë, pra të debatojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse i ka urdhëruar diçka, kanë pas të drejtë 2 herë do të thënë të kërkojnë lehtësim ose të pyesin e kështu me radhë. Herën e tretë nëse i urdhëron përsëri, atëherë e kanë pas obligim të patjetërsueshëm ta kryejnë atë detyrë ose atë urdhër. Dhe për këtë shkak edhe te pyetja, do të thënë është kuptimi i njëjtë. Nëse pyet 3 herë kanë mundësi të heshtin, edhe gjithashtu kjo jep ndonjë kuptim, do të thënë që të shihet rëndësia ose domethënia e kësaj pyetje. Prandaj deri në 3 herë kanë pasur të drejtë heshtin. Dhe kjo, do të thënë ai që e ka thënë këtë fjalë, është friksuar se ka gabuar diçka, ka bërë diçka që nuk duhet. Prandaj nuk e ka marrë guximin me një herë të përgjigjet, por pasi e ka marrë sqarimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë nuk ka bërë gabim ai që e ka thënë këtë fjalë, pra le të përgjigjet. Atëherë është përgjigjur, ka thënë unë e thash dhe unë desha mirë, do të thënë desha hajër me këtë fjalë. Atëherë ja ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitimin që e ka fituar me këtë fjalë. Në hadithin e radhës thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'man qala haddathana Sa'id ibn Zaid qala haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb qala haddathani Anas قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. Do të thënë nga Anas bin Malik radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë
kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshte të hyjë në domethënë nevojtore për kryerjen e nevojës, e thoshte këta para se të hyjë, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Që do thot, o Allah, kërkoj mbrojtjet e ti nga të fliqtët dhe të fliqurat. Thot, në gjendje kur është njeriu në vendin e kryerjes së nevojës, do të thënë është i zbuluar dhe i pambrojtur me dhikr. Do të thënë aty nuk bën dhikr, nuk e përmend Allahun. Dhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se banjot janë vend strehim të xhinëve. Edhe prandaj ka mundësi që dikush të dëmtohet prej tyre në atë vend, edhe për këtë shkak para hyrjes, pra preferohet të kërkojë mbrojtje njeriu para se të hyjë. Pra ka thënë gjithashtu në transmetim tjetër, dhe kjo është më e plota, pra thot bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ose bismillah a'udhu billah. Pra me emrin e Allahut strehojmë tek Allahu, kërkojmë mbrojtje tek Allahu. Allahumma, o Allah, unë kërkoj mbrojtjet e ti prej khubth edhe khaba'ith. Çka do të thonë? Khubth është shumës i khabith, që do të thonë i fliqur. Kurse khaba'ith është shumës i fjalës khabitha, që do thot e fliqur. Disa prediktorë kanë thënë se është për qëllim, do të thënë kërkojmë mbrojtje nga xhinët meshkuj dhe femra. Do të thënë nga të gjithë llojet e xhinëve. Disa kanë thënë se është për qëllim, do të thënë është për qëllim prej kufrit dhe prej xhinëve. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi, do të thënë nga e fliqur, nga e keqja, njëjës, do të thënë atëherë, pra disa kanë thënë se khubth është shumës i fjalës khabith ose akhbath. Do të thënë është shumës. Atëherë kuptimi është se kërkojmë mbrojtje nga meshkujt dhe femrat e xhinëve. Ose është njëjës fjala khubth, do të thënë fllitësi, që do thotë kufri, pra kërkojmë mbrojtje te ti prej kufrit dhe khaba'ith prej shejtanëve. Do të thënë kërkoj mbrojtje nga te ti, nga kufri dhe nga shejtanët. Disa kanë thonë se është për qëllim khubth, do të thonë shejtanët, kurse khaba'ith veprat e fliqura. Do thotë prej mëkateve. Kërkoj mbrojtje te ti nga shejtanët dhe nga mëkatet. Do thotë njeriu kërkon mbrojtje te Allahu, që të jetë i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke e ditur se hyn në një vend të fliqur që nuk e ka mbrojtjen e dhikrit, do të thonë, edhe nuk vazhdon, do thotë, dituria ose përkujtimi, prandaj i kërkon këto mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë për ta mësuar umetin e tij, do të thonë që ta ndjekin këtë rrugë. Dhe kur ka dal në hadithin tjetër, thot Imam Bukhari, haddathana Malik ibn Ismail, qala haddathana Israil an Yusuf ibn Abi Burda an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalet, do të thënë nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se ka thënë, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kharaja min al-khala, pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur dilte nga vendi kryerjes nevojës, thoshte ghufranek, do të thënë faljen tënde o Zot, yerhamukallah. Pra ghufranek, kjo është vetëm një fjalë që do të thënë e kërkoj faljen tënde. E kërkoj faljen tënde o Zot. Dhe kërkimi i faljes është për shkak se në atë periudhë njeriu është larguar nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë ka mungu nga adhurimi dhe dhikri, falënderimi, edhe për këtë shkak, do të thënë del nga nevojtoria, kërkon falje nga Allahu edhe vazhdon pastaj gjithashtu me dhikr dhe me adhurim, siç tham se kjo është origjina e njeriut, që duhet të jetë vazhdimisht duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo herë kur vjen një pengesë, do të thënë shumë shpejt kthehet prapë në adhurimin e Zotit të tij të lartësuar. Kjo është ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ka disa prej sahabeve, për shembull nga Abu Dharr radhiyallahu anhu,
është përmendur se kur ka dalë, ka thonë, Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Do thot, falenderoj Allahun që më largoi të keqen ose papastërtinë dhe më mbrojti shëndetin. Ose është transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë Alhamdulillahi alladhi adhaqani ladhatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhhaba anni adhahu. Pra falenderoj Allahun që më mundsoi ta shijoj ushqimin, edhe do të thënë kënaqësinë e ushqimit, ma la në trup fuqinë e ushqimit, do të thënë dhe ma largoi papastërtinë e tij. Do të thënë këto janë që janë transmetuar nga sahabët, mirë po hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë temë, siç thot Tirmidhiu, nuk ka tjetër hadith përveç ky hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që ka thënë ghufranak. Pastaj do ta përmendim edhe këtë hadith që e kemi përmend më herët dhe kemi sqaruar gjerësisht. Pra thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ibrahim ابن المنذر قال حدثنا أبو بكر ابن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال مثلا nga Kurejbi që ka qenë robi i liruari Abdullah ibn Abbasit, transmetohet se ka thënë na ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe na ka thënë kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallimuna hadha ad-du'a kama yuallimuna as-surata min al-Quran. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na mësonte këtë lutje siç na mësonte surat e Kuranit, që thuhet gjithashtu në uljen e fundit të namazit. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-qabr. Do thot renditja e fjalëve nuk është njësoj në secilin transmetim, do thënë qëllimi është kërkim i mbrojtjes tek Allahu nga këto çështje, do të thënë nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprovat e dëxhallit, nga sprovat e jetës dhe vdekjes dhe kërkimi mbrojtjes tek Allahu nga sprova e varrit gjithashtu. Thot këto i kemi përmendur më herët dhe janë të qarta, është prej lutjeve që duhet thuhet në fund të namazit, do të thënë në uljen e fundit, pas salavateve, do të thënë fillon njeriu me lutje dhe mirë është me fillu me këtë, pastaj vazhdon me tjerat. Kjo tregon gjithashtu edhe kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është munduar na mësoj çdo gjë që sjell dobi. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Do të thënë juve ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj, që për të është shumë e rëndë çdo gjë që ju shkakton vështirësi juve. Harisun aleikum, është shumë i kujdesshëm për ju, shumë mundohet do të thënë t'u sjell çdo të mirë, t'u sjell udhëzimin e plot, bil mu'minina raufur rahim, dhe është ndaj besimtarëve i butë dhe i mëshirshëm. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.